Nëse vuani nga artriti, këto janë 3 ushqimet që duhet të hani urgjentisht. Artriti reumatoid është një sëmundje e rëndë inflamatore karakterizuar nga dobësimi i nyjeve dhe indeve lidhore të kockave. Mund të shfaqet në çdo moshë edhe pse të dhëna të ndryshme kanë treguar se target grupi më i rrezikuar i përket moshës 20-50 vjeçare. Në videon e sotme ju njohim me 3 ushqime që duhet të konsumoni çdo ditë për të mbajtur nën kontroll problemet e artritit sipas dhe saj. Frutat e pyllit. Frutat e pyllit si luleshtrydhet, qershitë, boronica dhe manaferat janë ushqimet më të rekomanduara gjithmonë edhe në rigjenerimin e shëndetit tuaj. Ato janë të pasur me antioksidant, përbërës me veti antiinflamatore dhe karotenoide. Drithnat integrale nuk duhet të mungojnë kurrë në tryezën tuaj nëse e vuani ose keni në familjen tuaj probleme të këtij lloji. Janë të pasur me kompleks karbohidratesh, fibra dhe ujë dhe eliminojnë toksinat nga organizmi që ndihmojnë në kundër inflamacionit. Edhe farat e lirit duhet të jenë pjesë të dietave tuaja.